Masat në shkolla do të rriten me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita për goditje në shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe mbajtjes së sendeve të ndaluara në ambientet arsimore. Përmes një telegrami drejtuar drejtorive vendore të policisë, kërkohet organizimi i shërbimeve të posaçme me agjentë të policisë kriminale, kontrolle të befasishme dhe intensifikimi metodave speciale të hetimit pranë shkollave. Në dokument theksohet se gjatë vitit shkollor 2024-2025 janë evidentuar raste të shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta pranë institucioneve arsimore. Sipas analizës, këto raste kanë ardhur si pasojë e mungesës së informacionit, planifikimit të dobët të shërbimeve policore dhe bashkëpunimit të pamjaftueshëm me drejtuesit e shkollave. Policia urdhëron gjithashtu kontrolle nga strukturat e hetimit të narkotikëve dhe forcat operacionale për kapjen në flagrancë të personave që shpërndajnë lëndë narkotike pranë shkollave. Ndërkohë, strukturat e hetimit të krimit ekonomik dhe financiar do të marrin masa për ndalimin e shitjes së produkteve të ndaluara për nxënësit 9-18 vjeç. Drejtorive vendore u kërkohet raportim javor për masat e zbatuara, rezultatet dhe problematikat e konstatuara, ndërsa për efektivët që nuk zbatojnë detyrat do të nisin procedura disiplinore.